Receta e sotme është e thjeshtë për të përgatitur dhe me të vërtetë shumë e shijshme. Si fillim për këtë recetë do të na duhet një qepë, të cilën do ta presim imët. Një karrotë mesatare, të cilën do ta presim në forma kubike. Gjysmë speci. Unë kam përdorur specë të verdhë, por ju mund të përdorni edhe specë të kuqe ose specë jeshil. Pasi kemi prerë të gjitha perimet, në një tigan do të hedhim 60 ml vaj. Do të hedhim qepën dhe do ta përziejmë her pas here për 1 deri në 2 minuta. Pasi qepa ka filluar të skuqet paksa, do të hedhim perimet të gjitha me radhë. Si fillim do të hedhim speci dhe do ta përzijem për 1 deri në 2 minuta gjithashtu bashkë me qepën. Të vazhdojmë ta përzijem dhe më pas do të hedhim karrotën. Në këtë njëjtën mënyrë do të veprojmë dhe me karrotën, do ta përzijem për 1 deri në 2 minuta dhe më pas do t'i vendosim kapakun në mënyrë të tillë që perimet të zbuten paksa. Temperatura duhet të jetë e ulët. Të vazhdojmë t'i përzijem dhe më pas do t'i hedhim rreth 100 gram bizele. Të vazhdojmë t'i përzijem përsëri. Dhe tashmë do t'i hedhim 200 gram sheherie ose ndryshe makarona supe. Do t'i përzijem. Makaronat bashkë me perimet do t'i lëm pak në temperaturë të ulët dhe ndërkohë në një enë kam hedhur 800 ml ujë të nxehtë, pak krip dhe pak veget pule, mund të përdorni edhe veget perimesh. Do t'i përzijem mirë dhe do t'i hedhim sipër tek perimet dhe makaronat. Në vend të ujit mund të përdorni edhe lëng mishi sipas dëshirës. Pasi e kemi hedhur të gjithë ujin, do ta përzijem. Unë i kam hedhur pak rigon dhe pak piper të zi. Erëzat janë sipas dëshirës, mund të përdorni edhe erëza të tjera nëse dëshironi. Do t'i përzijem mirë dhe më pas do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lejmë të zihen për rreth 20 minuta derisa makaronat të jenë zier plotësisht dhe të kenë pirë komplet ujin. Pasi makaronat të jenë zier, do ta fikim dhe do ta lejmë të pushojë paksa dhe më pas e kemi gati për ta konsumuar. Është një recetë e shijshme, e thjeshtë në përgatitje dhe nuk ka nevojë për shumë përbërës. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të më jepni një like ose të më lini një koment se si ju duk kjo video dhe gjithashtu ta ndalni atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.